Tensionet në linjën e mesme janë përshkallëzuar më tej, pasi Katari ka shpallur persona non grata atasheun ushtarak dhe atë të sigurisë në ambasadën iraniane, duke u kërkuar të largohen brenda 24 orëve. Vendimi i autoriteteve në Doha vjen pas një sulmi që, sipas tyre, u krye nga Irani dhe që kishte në shënjesër qytetin industrial Ras Laffan, një nga zonat më të rëndësishme energjetike në vend. Sipas Ministrisë së Jashtme të Katarit, sulmi shkaktoi zjarre dhe dëme të konsiderueshme në infrastrukturë. Në një deklaratë zyrtare, Katari e dënoi ashpër sulmin, duke e cilësuar si një përshkallëzim të rrezikshëm dhe shkelje flagrante të sovranitetit të tij. Autoritetet theksuan se ky veprim përbën kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë kombëtare dhe stabilitetin rajonal. Doha nënvizon si ka ndjekur një politikë të kujdesshme për të shmangur përfshirjen në konfliktet rajonale, por akuzon Iranin për vazhdim të veprimeve destabilizuese ndaj vendeve të rajonit. Sipas tyre, sulme të tilla rrezikojnë paqen ndërkombëtare dhe mund të tërheqin në konflikt edhe vende që nuk janë palë. Autoritetet katare i kanë bërë thirrje Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të ndërhyjë për të ndalur këto shkelje, ndërsa kanë paralajmëruar se rezervojnë të drejtën për të përgjigjur në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe për të mbrojtur territorin dhe qytetarët e tyre.